18 këngëtar të rinj shkodran kanë lënë zhanret moderne të muzikës për të kënduar në edicionin e 3 të Ahengut Shkodran. E konceptuar një formë tjetër nga qendra kulturore Pjetërgaci, këngët qytetare shkodrane u interpretuan nga brezi i ri. Në fund, juria përbërë nga emrat e njohur vlerësuan me çmime të para Josefina Simonin dhe Ilsi Ademin. Për këngëtaren, femër jepet këngëtares për interpretim dhe originalitet dhe nivel të lartë artistik të këngës popullore qytetare shkodrane, Josefina Simoni. Nuk e di a jeni dakord, kjo të tregojnë vetëm duar trokitje tuaja. Këngëtarit për interpretim dhe originalitet me nivel të lartë artistik të këngës popullore qytetare shkodrane, Ilsi Ademi. Fituesit shprehen falënderimet e tyre. Në shenjë modestie të them që kam disa çmime, por për këngën popullore ky është i pari. Jam shumë i nderuar, edhe ky vlerësim e di që është dhënë me profesionalizëm edhe me zemër të madhe artistike. Faleminderit shumë. Ju faleminderit tonëve për vlerësimin që më keni bë. Për mua është një emocion shumë i madh, sepse ky është çmimi i parë që kam marrë. Edhe pikërisht kur ka më mirë edhe më emocion të madh që më marr në qytetin tonë me këngë tuaja. Faleminderit shumë. Dy fituesit mes 18 konkurrentëve interpretuan dy prej këngëve më të bukura qytetare, siç janë Për mu pas ka kënë kismet dhe Me 12 me kame. Edhe këngëtarët e tjerë të rinj që morën pjesë dhe interpretuan këngët qytetare shkodrane, morën vlerësimet më të mira qoftë nga juria profesioniste, organizatorët, por edhe publiku që kishte mbushur uvorrin e shtëpisë Moze ose Kuka.